Finalizohet operacioni policor i koduar Administratori, posedonte armë zjarri, pistolet dhe dyshohet se shiste lëndë narkotike, kokain në lokalin që ai administronte. Arrestohet në flagrancë 37 vjeçari, sekuestrohet një armë zjarri, pistolet me krerë me fishek, si dhe një sasi kokaine, si rezultati i kontrolleve të ushtruara nga shërbimet e policisë në ambiente dhe subjekte të ndryshme në qytetin e Sarandës, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative. Gjatë operacionit policor të koduar Administratori, u godit një rast i armbajtjes pa leje, si dhe një rast i shitjes së lëndëve narkotike. Për këto veprimtari kriminale u arrestuan në flagrancë shtetasi me inicialet AH 37 vjeç, banues në Sarandë, si dhe gjatë kontrollit fizik ndaj tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri, pistolet me një krerë dhe 7 fishek, si dhe një sasi lëndë narkotike kokain, e cila dyshohet se posedoi me qëllim shitjen. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme.